World Trade Center, një nga vendet më të vizituara për momentin këtu në New York, në Manhattan. Kullat binjake, qendrat tregtare botërore, të cilat tashmë janë pothuajse një zonë e shumë vizituar këtu në Amerikë. Ndërtimi i dy kullave binjake ka filluar rreth vitit 1966 deri në 1973. Ishin dy ndërtesa më të larta në botë me 110 kate secila, por me sulmet e 11 shtatorit 2001, kullat u shkatërruan nga ky sulm terrorist, i cili shkaktoi shumë jetë të humbura, ku shifra është rreth 2977 persona dhe dëme kolosale ekonomike. Ndërtimi i kompleksit World Trade Center është vetëm me të kullën që shohim tani këtu, e cila ka emrin One Trade Center. Kjo ka përfunduar në vitin 2014 dhe është ndërtesa më e lartë në hemisferën perëndimore me 541 metra. Siç edhe shikoni, shumë njerëz tani vinë dhe vizitojnë vendin ku është shembur një nga kullat, ndërsa vendi i kullës tjetër është pas shpinës time. Ky vend këtu tani është simbolik e qëndrueshmërisë, ringritjes dhe unitetit amerikan. Ky memorial këtu është në vendin ku ka qenë një nga kullat, e cila tashmë është vend peregrinazhi për shumë njerëz apo turistë të cilët vinë dhe bëjnë foto, siç po e shihni nga këto pamje.